Allahun e falenderojmë, prej ti falje dhe ndim kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje prej të ligave të shpirtit ton, atë që Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që e humb, ndërsa atë të cilin e lën të humbur nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes tij të pastërt, shokëve tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Të nderuar vëllezër, në këto minutat në të cilat do t'i kalojmë së bashku, kam vendosur të flas për një temë e cila është prej temave të rëndësishme dhe është prej veprave të mëdha të zemrës. Është prej veprave që realisht nëse gjendet në zemrën e besimtarit, gjendet ky ves në jetën e tij, është ves vrasës. Është ves që vret e dëmton robin. Ky ves nuk mundet me bashkëjetun në zemër me imanin. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu, ka thonë se ky ves i shkatron veprat, i prish veprat. Për çka është fjala? Është fjala për hasedin, që kem paralajmëruar në hutbën e kaluar se kem me fol për hasedin, se jetojmë një kohë ku vjen keq me thon kët, po frigona që çdo i dyti njeri e ka këtë cilësi. Dikush e ka të avancuar me shumë, dikush e ka më pak, ama frigona që çdo i dyti sot është i stërmbushur me hased, me xhelozi, se përballon mirësinë që Zoti ja ka dhuru. Ja ka dhuru një robi për robëve të tij, ky se përballon. Edhe kjo është shumë e rrezikshme është. Kjo pi gjërave shumë të rrezikshme, se ti s'po kënaqesh me ato çka Zoti e ka nda për robërit e tij. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar se nuk munden me bashkë vepru në një zemër edhe imani edhe hasedi. Hasedi, dashurit e mi, çka është hasedi? Është që dëshirosh që të zhduket begatia që Allah i ka dhënë tjetrit, qoftë në aspektin material apo në aspektin shpirtëror, e ti ki dëshirë që kjo mu largu për ati robi. Wallahi billahi, pja drejtoj vetës në rallë të parë të fjallë, pastaj edhe se sëtë për juve. Wallahi nëse e gjenë vetën, e gjejmë në vetën sot në këto fjallë, wallahi du të me i ra prapa vetës edhe mi përmisu këto. Me i përmisu, se tash kem me kuptu sa e rrezikshme është kjo. Hasedi, dashurit e mi, është një akt i rrezikshëm. Sepse çka përmban, ashtu që e thash, e kundërshton vullnetin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe ndarjes së drejtë të Allahut dhe furnizimin dhe begatit që Allahu ja bërë vetë. Kur ti e xhelozon një person të caktuar, kjo i bën sikur ti i thush Allahut, o Allah, që të mirë që ja ki jep ti këtij robi, s'ke bo mirë që ja ki jep. Që çështu është me përkthy. Me përkthy veprimi i hasedit është me u rebelu përballë Allahut. E kush mundet mu rebelu përballë Allahut? Ti mundet me ty menja, unë rebelona, po veç. Pasha Zotën a vodon, kur herë nuk shë. Për atë du të me pas kujdes, dashurit e mi, se kjo është një smundje që është vetvrasëse. Smundje vetvrasëse, që thot pe Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, ba'da udhu billahi min ash-shaytanir rajim, am yahsadun an-nas am yahsudun an-nas ala ma atahum Allahu min fadlihi. Thot Allahu, a mos kanë zili njerëzit për atë që Allah ju ka dhënë, njerëzit tjenë nga mirësitë e tij. Tash me bedhëm me këtë gjuhën e asfaltu me tonën, o Allah i dashum,
Pse be duhesh ti me e xhelozu ato që Zoti I ka jep mirësisë ti. Allahu I jep kujdan, I jep pasuri, I jep autoritet, I jep dije, I jep të mira, I jep iman, I jep urtësi, I jep butësi, I jep familje, I jep shoqëri, I jep. Këto janë mirësitë Allahut, dhalike fadlullah yu'ti men yasha. Këto janë mirësitë Zotit që Zoti ja jep kujdan. Për ata sy dashurit e mi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar se imani dhe hasedi nuk mund të bashkëjetojnë. Dëgjoj, nuk mund të bashkëjetojnë në zemrën e njeriu, sepse hasedi është mundja më e rëndë që shkatëron një shoqëri, shkatëron vllazëri. Sot hasedi ju ka I shkatëron vllazërit ndërmes veti. Qofshin vllazën pej gjaku, qofshin vllazën pej nane, pej babe, qofshin vllazën edhe prej fesë. Hasedi I shkatron. Hasedi o të I shkatru raportet tona, po do dënë me ne shkatru shoqërinë tonë. Na nuk mundem me përballu kur e shohim një njerin mesin ton që ka hec, ka një mirësi, ka një begati, nuk reagojmë që reagon zemra e besimtarit që kur e shef vllaun e vet në mirësinë, begati, me I thon barakallahu fik, Allahu ta bekoft, të bekoft Zoti, bereqet Zotit dhash në këto gjëra. Na me njëherë janisim. Ka e marrë këto, që shiboni këto, makaki, takaki, rakaki, këto shprejet ulta, të njerëzët ult, kur gjost ka lyp, kur gjost ka marë, pse fol për ta? Wallahi billahi ki mu pyta Allahun, pasha Allahun, ki fol për dikon, wallahi billahi ki mu pyt për Allahun, ose me shku me ja kërku halalokin, e mi thonë baba halal se të kom hin hak, ose kërku me dojnë para Allahut, ki me e plogari. Hasedit dashurit e mi, që shatot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se na paralajmërej se nuk munden me bashk jetu, nuk munden me bashk vepru në një zemër, edhe imani dhe hasedi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal hasad, fa inna al hasada ya'kulun nar al hatab. Ruajni than nga hasedi. Ruajuni nga hasedi, tha sepse ai hasedi I ha veprat e mira sikur se zjarri që I ha drut. E këpan këto drut e thata tash janë në kodimit. E këpan do pineve kur blen drut e ahit, I blen ndoshta dikush I blen ka fillimi ose ka fillimi vetë ose ka mesi, thot pilom u thahuj. E këpan kur të shtin drut e thata në shparet që shkallën. Wallahi hasedi që shtu I koll veprat e mira. Para dashurit e mi, Islami na urdhëron neve që ti pastrojmë zemrat tona nga smundjet e brendshme që prishin veprat dhe sjellin mallkimin e Allahut. Edhe një herë, Islami urdhëron pastrimin e zemrës nga smundjet e brendshme që prishin veprat dhe sjellin mallkimin e Allahut subhanahu wa taala. Na shpesh dim me I ndajt gati gjërave në aspektin fizik. I dhem zemra, me njëherë shkon të kardiologi. I hyp tensioni, me njëherë shkon të doktori me këshyr, me I marr hapat me I ul tensioni. I del sheqeri, I merr hapat për sheqer. I del ndyra, I merr hapat për ndyr. I kanë do ndyra të ronda në zemra. Wallahi kanë njëherë disa prej neve, që ditësh me ta thush mësë të mbajt qëmër në gjëks, e jo zemër. A ka ma zemër qëmërt, se mës me e dasht babën, mës me e dasht nanën, mës me e dasht vllaun tënd, që ta ka bo nana, mës me e dasht motrën. Wallahi shumë zemër qëmër, duhet me kon njeri, me I bo këto pun për bal familjarve ti, për bal kuj, për bal nanës edhe babës. Pasha Allahun, ju betonan Allahun subhanahu wa ta'ala, shumë zërë po vjen me I thonë këto fjallë. Shumë zërë po vjen me I thonë këto fjallë. Një babë dhe një nanë që mundohet për e vladin e vetë gjithë që ka jep. Sa bukur e kishton, a I thonë si tha, baba dhe nana nuk të ka jep, nuk ti ka jep, tha, këtë ato që shaj ki dosh, po ato që I ka pas ti ka jep. E sidomos babalartë dhe nanat tona, që na kanë rrit në thundrat e okupatorit sërb, o konzor me në arrit.
me na shkollu. Kur tash na jena rrit, jena bo vetë babalar, nanat edhe babalar ton janë plak, na gjejmë arsy banale edhe i harojmë nanën edhe babën. Pasha Allahun, ai që haron nanën e babën, pasha Allahun ka me jetu i harum mesin e njerëzve. Ka me jetu i harum në mesin e njerëzve, para të dashurit e mi për fund, hasedi lind nga urejtja dhe bë shkak për përçarje. Bë shkak për përçarje, duke kundërshtuar frymën vllazërore islame. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, me që ta du me përmbyll, edhe ja lejt, me pununa me qëta. Me punu me qëtë parim të madh islam, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk ka besu askush për juve, për deri sa nuk ja don të mirën vllaut vetë që ja don vetës. Tja u duam të mirën të tjerëve që ja dojnë vetës. A kështë pas qef Zoti që tash begatit që ti ka jep me ti marë? A kështë pas qef? Jo, kur i bën haset të tjetërit, ti po dënë mja marë begatin që Zoti ja ka jep. Selefi, musliman të partë hershëm, musliman të mirë të partë hershëm, salafus salih, kur kanë dash diçka për veten, që çfarë zemra i kanë pos. Që çfarë zemra, o Zot na boksi zemra. O Zot na pastro zemrat tona, na bo zemrat tona të pastërta, në qijet të qijet, të pastërta të devotshme. Thot kur kanë dash diçka për veten e tyre, kanë bo dua për vllazërit e tyre. Ku jemi na piksoj? Ku jemi na piksoj? Ku jemi na piksoj? Na dojmë veç na me pas. Une na mbyti që kjo une me mujt me nxirr pej lojës fjallën une, edhe me shti fjallën tjetër, qka? Ne. Deri sa nuk kanë shoqërin tonë, njerës që thojmë ne, punë kena me i pos. Kur ti bojmë njerës në mesin tonë, që thojmë ne, na, shoqëria jonë, që atër ka me hecë shoqëria mbarë. E deri sa në shoqërin tonë ka, une, gruja djali, une gruja djaljem, une gruja djaljem, baba le, nana le, vlau le, agja le, tezja le, tezaki le, djali migjës le. Sot këto qetë që të shavi përmendi, disa, po që afer mi logariti, bravo pëtën. Une për pës vetën e duve, kur e kol herën e fundit të migjët? Te dhune. Kur e kon të halla? Kur e kon të daja? Zotin a përmisoft, ja Rabbi. Na falt, na drejtoft, zemrat prej hasedit ne i pastroft, ja Rabbel Alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.